Pra pat pretendime edhe nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje se jo këtë programin elektoral që e prezentuan sot. Ne kishim një takim konsultativ kushtetues para parë sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në cilat partitë që kanë përfaqësim parlamentar ftohen për diskutuar një pikë të vetme të rendit ditës, që ishte caktimi mandatarit tjetër të për kryeministër për qeverinë e Kosovës. Në këtë takim u dëshmua ajo që LDK-ja kishte thënë gjithherë, që në Kosovë, sipas rezultatit zgjedhor të nënshkurtit, nuk ka shumicë parlamentare. Ironikisht, në këtë takim u përmend shumë më shpesh qeveria e unitetit e qeveria e tranzicionit, si mundësi për të kaluar disa prej çështjeve urgjente. Ju kujtoj se para disa kohe kur LDK-ja kishte propozuar këtë ide, ishte përqeshur edhe në përmbajtje edhe në titull dhe në emërim, pra u fol për një mundësi të kapërcimit të vazhdimit buxhetit vjetër, me qenë se kemi një krizë ligjore, por qëndrimi jonë është shumë i qartë, sa më herët që i caktojmë zgjedhjet, më herët bëhet qeveria e re, dhe më herët qeveria e re e bën buxhetin e ri të Republikës.